Herët në mëngjes më 10 gusht 2018 Safet Bajri, njohur si i forti i Dorbracit, u nis nga Tirana bashkë me të dashurin e tij E.A. Ishmis dhe Astmer Bilalin pasi kishin planifikuar vrasjen e Fatbarliçit. Në Lezhë mbërri në orën 6:11 prandej në Shkodër. Sipas pak dyshohet se Safet Bajri dhe Bilali marrin automjetin e vjedhur dhe afron tek lokali që Sokol Liçi kishte me qira. Aty pinin çdo mëngjes vëllai Sokoli Fatbar Liçi. Këtë të fundit e qellojmë me breshëri Kallashnikovi duke lënë të vdekur në vend. Pas vrasjes mjeti ka lëvizur në drejtim të Dorbracit, ku ka hyrë në rrugicë që të çon tek lokali i Bajrave, ku dyshohet të ketë zbritur Safet Bajri. Më pas, Astmer Bilali djega mjetin që përdorën në vrasje. 20 minuta më vonë, është E.A. e dashura e Safetit që drejton të automjeti me të cilën janë larguar. Para hetuesve, vajza ka deklaruar se ka qenë në Tiranë kur ka ndodhur vrasja, por në fakt ka gënjur pasi shfaqet në pamjet filmike në Shkodër 20 minuta pas atentatit ndaj Liçit. Për të arsye s'pak ka konfirmuar urdhër arresti ndaj saj dhe ajo ka përfunduar në pranga në hetim në ndryshimin për krijim të kushteve për të kryer vrasje dhe përkraje të autorëve të krimit. S'pak ndër të tjera thotë se ishte Behar Bajri që vërplasi Ibrahim Liçin e Astmer Bilalin. Fatbar Liçin e vranë në shenjë hakmarrje pasi dyshonin se Ibrahimi kishte vrarë mikun e tyre Boran Bërcana dhe partnerin e tij Silvi Ndroçi. Safet dhe Behar Bajri dhe Astmer Bilali janë tashmë zyrtarisht të akuzuar për vrasjen e Fatbar Liçit. Ata u tradhtua nga kamerat e qytetit, në çdo lëvizje të tyre ishin të fokusuar. Analizimi i pamjeve filmike dhe provave të tjera kanë bindur hetuesit se Safet dhe Behar Bajri e po ashtu si Astmer Bilali janë autor të vrasjes.